Në pikun e sezonit turistik, porti i Durrësit po përballet me një fluks të lartë udhëtarësh. Lundrimet e dy fishta në linjën Durrës-Bari janë rikthyer për të përballuar rritjen e numrit të pasagjerëve dhe mjeteve, ndërsa autoritetet parashikojnë rreth 10% më shumë udhëtar krahasuar me sezonin e kaluar. Këtë fundjavë kemi përsëri dopjekorsat. Ka qenë një rritje rreth 10% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritësia këtë vit është që janë shtuar kapaciteti tragete, pra kemi tragete me kapacitet më të madh se sa vitet e kaluara dhe siç e shpjegova, kompanitë ka marrë përsipër përveç pjesës së dopjekorsit për shtuar dhe tragetet, të cilat sjellin kamionat edhe autobuset. Përveç emigrantëve që kthehen për pushime pranë familjeve, linjët detare po përzgjidhen gjithnjë më shumë edhe nga turistët e huaj që vizitojnë Shqipërinë. Mesi korrikut është periudha të cilën kthehen bashkëdhetarët tanë, të cilët jetojnë dhe punojnë në Zvicër, të cilët i bëjnë lëvizjen pak më herët se pjesa tjetër që është në Itali dhe në Gjermani. Dhe i garantojmë që në Durrës do të gjejnë shërbim të shpejtë, të saktë dhe pa vonesa. Çdo ditë nëpërmjet portit të Durrësit zbarkojnë mesatarisht deri në 3000 pasagjerë, ndërsa gjatë fundjavëve ky numër të kalon 5000. Përballë këtij fluksi në rritje, kompanitë e lundrimit kanë vënë në shërbim tragete me kapacitete më të mëdha, ndërsa autoritetet portuale kanë shtuar personelin dhe sportelët e shërbimit.